Përshëndetje të nderuar shikues, këto janë lajmet e orës 9. Do të mbrijnë sot në Kosovë dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak. Rifillimi i dialogut si dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe pritet që të jenë çështjet që do të jenë në fokus të takimeve që dy emisarët do të kenë me shefat e shtetit dhe me liderët politik. As zyra e BE-s në Kosovë dhe as ambasada amerikane nuk kanë ofruar rrehollsi rreth kohës kur ata pritet që të mbrijnë në Prishtinë. Para udhëtimit për në Kosovë, Escobar ka deklaruar se marrëveshjet e arritura mes palëve duhet të respektohen. I të njëjtit qëndrim është shprehur edhe Lajçak, duke theksuar se askush me mendje të shëndosh nuk e don një Republika Srpska në Kosovë. Duke komentuar vizitën e dy emisarëve, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Dritro Arifi ka thënë se pret që Lajçak dhe Escobar t'i kenë kërkesat e unifikuara sa i përket palës kosovare, ndërsa analisti politik Arton Demhasaj ka bërë të ditur se pret që dyshja presion më të madh do të ushtrojnë për themelimin e asociacionit. E qeveria e Kosovës ka pritur ditën e fundit të afatit të caktuar nga zyra e rregullatorit për energji për t'i dërguar komentet lidhur me propozimin për rritjen e tarifave të energjisë. Nga qeveria është bërë ditur se po punohet në finalizimin e dokumentit, i cili pritet që t'i dërgohet kësaj zyre gjatë ditës së sotme. Komente nuk kanë dërguar as partitë opozitare, ani se kishin thirrur seanca në Kuvendin e Kosovës për të kundërshtuar propozimet e ZRE-s. Komente lidhur me shtrenjtimin ZRE-ja deri më tani ka pranuar nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në Vjenë, Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, Kost Keci e Kesko. Propozimi i ZRE-s për ngritjen e tarifave të energjisë së shpenzuar elektrike ka gjeneruar kritika të shumta dhe protesta. Një e tillë organizuar nga shoqëria civile me moton asnjë cent më shumë dhe tjetra nga Partia Social-Demokrate. Një numër qytetarësh kanë pritur në radhë para qendrës së mjekësisë familjare në rrugën Xhemali Bishi në Prishtinë, qysh para se kjo qendër të niste punën me testimet për COVID-19. Kjo dhe qendra tjetër për testime me testet e shpejta me antigjen në qendrën e studentëve janë mbushur me qytetarë që prej fillimit të fluksit të fshtuar të infektimeve me koronavirus gjatë janarit. Që nga 1 janari, bilanci i të infektuarve në vend është ngritur në mbi 42.000, përderisa gjatë kësaj periudhe kanë vdekur edhe 20 persona. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 2390 raste të reja pozitive. Për të ndalur rovin e përhapjes, qeveria ka zbatuar masa shtrënguese. Trojnë temë të informacionit të rrëshqitjet e dheut dhe përmbytjet e shkaktuara nga të rreshurat e dendurat të shiut kanë lënë të vdekur të paktën 19 persona në shtetin më të madh të Brazilit. Ndërkaq niveli i lartë i ujrave nga përmbytjet ka detyruar mbi 500.000 familje që të braktisin shtëpitë e tyre gjatë fundjavës. Autoritetet kanë bërë të ditur se 3 antarë të një familje kanë vdekur kur shtëpia e tyre u shkatrua në qytetin Embu das Artes, derisa 4 fëmijë janë gjetur të vdekur në Francisco Morato. Fatalitete janë raportuar edhe në qytetet Ribeiro Preto dhe Jau. Brazili juglindor është përballur që nga fillimi i vitit me të rreshura të rrëmbyesh me shiu, shkaku i të cilave ishin regjistruar edhe 19 vdekje të tjera në fillim të muajit. Dhe me kuriozitetin e ditës, ne po e përmbyllim këtë edicion. Ju faleminderit për vëmendjen, mirëmbëjtje. Në 4 dekadat e fundit, qyteti i Prizrenit ka pasur një dyshe të pazakont në mbledhjen e mbeturinave, Nexhmettin Berishën dhe kaljen e tij. 5 ditë të javës, 66 vjeçari ngjitet në rrugisat e ngushta të Nën Kalas për të mbledhur përllokun. Puna e tij e ka shndruar në një hero të lagjës së pjesës së vjetër të Prizrenit. Për punën e tij kanë raportuar mediat e njohura ndërkombëtare si Associated Press dhe Sky News. Të dy mediat kanë raportuar se asnjë automjet nuk mund të ngjitet për të mbledhur mbeturinat në pjesën e Nën Kalas në Prizren. Banori Pash Moneka thotë se Berisha
Berisha është burr i lavdishëm për punën e tij. Banorët dhe komuna janë të kënaqur me punën e Berishës që ndihmon në ruajtjen e qytetit të vjetër të Prizrenit. Vet Berisha thotë se nuk e ka ndalur as shiu e as bora. Flamur Nomlegjiu nga kompania menaxhimit të mbeturinave në Prizren thotë se mbledhja e mbeturinave me kal mundson ruajtjen e qytetit të vjetër. Mirë po mbledhja e mbeturinave nuk është misioni vetëm i Berishës. Kali i tij pothuajse kurrë nuk ngjitet rrugisave përpjet pa kutitë e zbrazëta. Ai u sjell ushqim banorëve të pensionuar të nën kalas. Berisha paguat vetëm 210 euro në muaj, të mjaftueshme sa për të mbajtur veten.